Flamujt me logën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe ata kuqezi u vendosën në secilin autobus. Shumë qytetarë të premtën paradite morën rrugë drejt Tiranës për të marrë pjesë në protestën gjithëpopullore në mbështetje të Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit. E mbishkrimi lidhja ka emër, emblema UÇK-s, flamuri me fotografi të Thaqit e Veselit dhe plisi i bardh ishin detajet që nuk mungua në asnjërin nga autobusët. Autobus të tillë sipas organizatorëve të protestës, OVL e UÇK-s janë 60. E madje as mosha e shtyrë nuk i pengoi disa nga qytetarët të nisën për protestë. Shty zemra më shku për ata burrat kombit shqiptar, për luftën shqirimtare, për këtë liri sot që e gëzojnë, për ata shkoj edhe komi shashku. Në rrugën e gjatë që i priste nuk munguan as këngët me motive patriotike. Ata gjatë rrugës treguan motivet për t'ju bashkuar kësaj proteste. Shpresojmë që zëri ynë të përcillet në Hag, në Bruksel, në Strasburg dhe në çdo vend tjetër të Evropës. Është një eveniment i domosdoshëm që të jemi në përkrahje të liderëve tanë, të prizve tanë të UÇK-s. Shpresojmë që zëri ynë nuk do të shkon vesh të shortave. Ma pa drejtësi s'ki ku e qenë mo, vesh drejtësi s'ka ato, ku që tjetër. E posaçërisht për të marrë pjesë në protestën në kryeqytetin shqiptar, erdhën edhe mërgjimtar. Në isha dhe në Hag, çdo protestë që u bën, edhe seanca që kanë pas ata krerte, edhe isha çdo seancë atje, protestë ku janë bërë diasporë. Unë jetoj në Bruksel, në Belgjik, kam marrë edhe për këtë përkrahje në kësë feste që bëhen në Tiranë. Shpresojmë që sa më shpejt na kthehen. Shkoj për krahët e UÇK-s që po marr peng në gjykatën speciale, në gjykatë ku është duke i marrë pa drejtësisht. Ata janë të pafajshëm. Na kanë marrë zotin e shtëpisë, Hashim Thaqin, Kadri Veselin, edhe shkojmë me përkrah sa të pak. Pos autobusëve, autostrada Ibrahim Rugova të premtën u vërshua edhe nga motoristë e vetura të mbuluara me flamuj që morën rrugën për Tiranë.